Fjolla nuk qeshi. Nuk u zgerdhje. Fytyra e saj ishte e ngrirë, serioze, dhe syt I kishte të ngulitur drejt e të Labinoti. Ishte ajo qetësia e rrezikshme që vjen para shpërthimin. Kur foli, zëri I saj ishte I ulët, por prerë, aq sa çdo fjalë godiste më fort se një britm. Mos luj me fjalë, I tha. Se me mua I ke punët keq. Labinoti u përpoq të mbante një qëndrim sfidues. Qëndronte I mbështetur, me trupin pak të tërhequr mbrapa, por me gojën që nuk dinte të rrinte mbyllur. Fjolla bëri një hap përpara, jo për ta prekur, por për t'ia bërë të qartë se nuk kishte frikë. Unë nuk di me u zgerdhi, vazhdoi ajo. Nuk jam këtu për shaka. As për lojra fjalësh. Me mua ose flet drejt, ose mos fol fare. Tensioni në dhomë u trash. Banorët e tjerë ndalën frymën. Fjolla ishte në kulmin e vet kontrollit, por çdo muskul I saj tregonte se po I vinte kufiri I durimit. Mos e ngatëro qetësinë time me dobësi, tha ajo. Se unë, po desha, ta bëj rrup sup, 8-2, vetëm me fjalë. Labinoti ngriti vetullat, por nuk u tërhoq. Me një buzëqeshje të thatë, pothuaj provokuese, I tha vetëm 2 fjalë, duke hapur krahët pak, afrohu. Afrohu. Fjolla ndaloi. Nuk bëri asnjë hap tjetër. Thjesht e pa drejtë në sy, gjatë, pa I hequr shikimin. Ishte ajo përballje ku askush nuk lëviz, por gjithçka ndodh brenda. Mos e kërko atë që nuk e përballon, I tha qetë, por me një ton që nuk linte vend për keq kuptim. Unë nuk paralajmëroj 2 herë. Labinoti heshti për një moment. Provokimi I tij nuk po merrte reagimin që kishte pritur. Fjolla nuk po bërtiste, nuk po humbiste kontrollin, dhe kjo e bënte edhe më të fortë. Ajo vazhdoi, këtu brenda shumë njerëz flasin për t'u dukur. Unë flas kur duhet. Dhe kur flas, e di çfarë them. Heshtja ra si pesh mbi dhomë. Afrohu I Labit mbeti pezull, pa përgjigje fizike, por fjolla e kishte fituar betejën e asaj minute. Me qëndrimin, me syt, me fjalët e pakta dhe të rënda, ajo u kthye ngadalë, pa I dhënë shpinën menjëherë. Sikur donte të